e kuajtën të pamoralshme. Thanë se i solli turp familjes dhe se asnjë grua në moshën e saj nuk duhej të guxonte të mbante jetë në bark, por askush nuk e dinte se vetë qielli kishte shkruar historinë e saj me një penë që njerëzit nuk mund ta fshinin. Kjo është historia e Fatime Berishës, një gruaje 70 vjeçare nga rrethinat e Prizrenit, të përqeshur nga fshati, të braktisur nga i vetmi djalë dhe të lënë të vdiste në harres. Megjithato, kur bota ja ktheu shpinën, Zoti e ktheu dhimbjen e saj në një mrekulli që as mjekët më të mirë nuk mund ta shpjegonin, sepse ndonjëherë skandali për të cilin njerëzit qeshin nëpër rrugë është në fakt bekimi që qielli fsheh për t'u zbuluar në kohën e duhur. Para se të nisim këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, abonohu në kanalin ton dhe na thuaj në komente nga po na ndjek, sepse sot do dëgjosh historinë që provoi se kurrë nuk është vonë për një mrekulli, madje edhe kur të gjithë mendojnë se gjithçka ka mbaruar. Kishin kaluar 3 ditë në qetësinë e butë të një klinike të vogël. Fatimia ishte ende e dobët, me lëkurën e rrudhur që dëshmonte për vitet e vështira të punës në mal, por ishte mirënjohse që ishte gjallë. Infermierja Valbona, një vajzë e re me zemër të artë, e gjente shpesh duke u lutur në heshtje, me duart e dridhura të mbledhura mbi zemër. Mjekët çuditeshin me shpejtësinë e rikuperimit të saj. Doktori Arben Krasniqi, drejtori i klinikës, tundi kokën ngadalë një mëngjes teksa shifte kartelën e saj. Diçka nuk përputhej. Fatimia u është ankuar për marramendje të lehta dhe një rëndesë të çuditshme në bark. Diçka që mjekët fillimisht e interpretuan si lodhje të moshës ose probleme me zemrën, por kur ritmi i pulsit filloi të sillej në mënyrë të pashpjegueshme, ai urdhëroi analiza të thelluara. Kur dolën rezultatet e gjakut, infermierja Valbona hyri në zyrën e doktorit me fytyrë të zbehtë. Nivelet e hormoneve ishin të pakuptueshme për një grua 70 vjeçare. Ato tregonin shenjat e qarta të një fillimi shtatzanie. Stilolapsi i doktor Arbenit mbeti pezull në ajër. Ishte e pamundur, kundër çdo ligji të natyrës dhe mjekësisë. Të nesërmen, ndërsa Fatimia pinte çajin e saj prandratares, pa hijen e doktorit jashtë zonës. Ai përshpëriste me stafin dhe sytë e tyre her pas heri ktheheshin drejt saj me një përzierje frike dhe habie. Zemra e Fatimes nisi të rrihte fort. A kishte ndonjë lajm të keq? A ishte fundi i saj? Kur doktori ul më në fund pranë shtratit të saj, ai mbante letrën e analizave sikur ato i digjnin duart. Me një zë që i dridhej, ai dha lajmin që do të trondiste jo vetëm atë klinik, por mbar opinionin publik. Fatimia ishte në pritje të binjakëve. Filxhani në dorën e saj ra për tokë dhe u bë thërmime, fiks si jeta e saj e qetë deri në atë moment. Fatimia nuk mund ta besonte. Trupi i saj ishte plakur, koha e saj për të qenë nën kishte mbaruar dekada më parë, por doktori i tha se shkenca nuk kishte përgjigje. Dërsa Valbona, me lot në sy, buzëqeshi duke thënë se ndoshta qielli kishte planet e veta. Atë natë, ndërsa era përplaste xhamat e dritares, Fatimia nuk fjeti dot. Vuri duart që i dridheshin mbi barkun e saj të brisht dhe bëri një lutje që do të mbahej mend gjatë. Nëse kjo është marrëzi, le të jetë një marrëzi e shenjtë. Nëse kjo është mëshirë, le të jem e denjë për të. Dhe diku thellë në trupin e saj, 2 rrahje të vogla gjaku sikur ju përgjigjen asaj lutjeje, si një sekret hyjnor që bota nuk ishte ende e gatshme ta kuptonte. Lajmi u përhap si zjarr në çdo kep të Prizrenit. Në përtregje dhe rrugica, njerëzit flisnin me ironi dhe përbuz. E vjetra e malit thotë se është shtatzën, mirë ne për mendet e saj, thoshin disa. Të tjerë e quanin të pushtuar nga djalli. Fatimia nuk mund të ecte dot në qytet pa ndier sytë e njerëzve që e shpunin si thika, por goditja më e rëndë erdhi nga gjaku i saj. Djali i saj i vetëm, Besniku, hyri me vrull në shtëpinë e saj të vogël, i ndjekur nga nusja e tij, Teuta. Ata nuk erdhen me lule apo me gëzim, por me britma dhe turp. Në nxive faqen para botës, je plak, lëre këtë marrëzi, bërtiti ai. Kur Fatimia, me një qetësi hyjnore, refuzoi të mohonte atë që ndjente brenda vetes, djali i tregoi derën e shtëpisë që ajo vet e kishte ndërtuar me djers. Atëherë, ik, nga sot nuk je më nëna ime. Fatimia e pa djalin e saj, atë fëmijë që dikur e kishte ushqyer dhe mbrojtur nga çdo e keqe, dhe ndjeu zemrën t'i çahej në mijëra pjesë. Pa thënë asnjë fjalë, mori pallton e vjetër dhe doli në shiun e ftoft. Ishte përsëri Valbona ajo që i gjeti duke u dridhur pranë portës së klinikës dhe e mori në shtëpinë e saj të vogël. Atje, larg syve të botës xheloze, ato të dyja u bën si nën e bij. Njerëz të panjohur nga i gjithë vendi, madje edhe nga diaspora, filluan të dërgonin ndigma pasi historia u bë publike. Por suksesi dhe parat tërhoqën përsëri ujqërit. Djali dhe nusja, kur pan vëmendjen dhe fondet që po mblidheshin, u kthyen me buzëqeshje hipokrite. Nën,
Erdhëm të shërbejmë, thoshin ata, por sytë e tyre kërkonin vetëm llogarim bankare. Fatimia i pa me trishtim, jo me zemërim, duke u thënë se kur nuk kishte asgjë, e hodhën në rrugë, ndërsa tani që të huajt treguan mëshirë, pa pritur u kujtuan për të. Muaji i 7 erdhi si një stuhi e pamëshirshme. Trupi i Fatimes po dorëzohej përpara peshës së madhe. Frymëmarrja ishte bërë e vështirë dhe çdo lëvizje ishte një dhimbje më vete. Megjithatë ajo nuk u dorëzua. Një pasdite, ndërsa një stuhi e tmerrshme me bubullima mbuloi malet, dritat e klinikës u fikën. Në errësirën e plot, në dritën e dridhur të qërinjve, filloi betejë për jetën. Fatimia bërtiste nga dhimbjet, ndërsa doktori dhe infermierët luftonin kundër kohës dhe mungesës së kushteve. Nëse vdes, vetëm shpëtoni ata, ishin fjalët e saj të fundit para se të humbte ndjenjat. Dhe pikërisht atëherë, kur dukej se errësira do të fitonte, dy klithma të vogla dhe të fuqishme e pren heshtjen. Një djalë dhe një vajzë kishin ardhur në jetë. Kur Fatimia u zgjua dhe pa fëmijët e saj, ajo vetëm pëshpëriti. Faleminderit Zot që me lejove t'i takoj. Analizat e ADN-s që u kryen më vonë, pas dyshimeve të shumta të gazetarëve, vërtetuan mrekullinë. Fëmijët ishin biologjikisht të saj. Shkenca u përpoq ta shpjegonte me rigjenerim qelizash, por njerëzit pan vetëm dorën e Zotit. Pas disa kohësh, Fatimia u zhvendos në Zvicër, nën kujdesin e një fondacioni bamirëvs. Atje, buz liçenit të Gjenevës, ajo gjeti paqen që i mungoi gjithë jetën. Kur një gazetar e pyeti nëse i falte ata që e lënduan, ajo u përgjigj me një uftësi që vetëm vuajtja ta jep. Të humbesësh mirësinë është varfëria më e madhe. Unë nuk i urej, unë i mëshiroj. Sot, Fatime Berisha është kthyer në Prizren, jo si një e dëbuar, por si një shpresë. Ajo ka hapur shtëpinë e shanseve të dyta për nënat e braktisura, duke treguar se historia e askujt nuk përfundon, derisa Zoti të vendos pikën e fundit. Kur dielli ulet mbi malet e qytetit të saj, Fatimia mbron binjakët e saj dhe buzëqesh. Ajo e di se mes besimit dhe mrekullisë, ajo gjeti premtimin e saj, dhe se kur, asnjëherë, nuk është vonë që jeta të rilind, aty ku bota mendonte se kishte mbetur vetëm pluhur dhe harrim. Historia e Fatime Berishës na kujton se jeta ka rrugë që ne nuk mund t'i kuptojmë gjithmonë, dhe se mrekullit ndodhin atëherë kur shpresa duket se ka vdekur. Por kjo histori na la edhe me një pyetje të madhe mbi moralin dhe familjen. Po ju, çfarë mendoni? A do mund ta falnit ju djalin tuaj nëse do t'ju braktiste në momentin më të vështirë, ashtu siç bëri besniku me Fatimen? Dhe a besoni se mrekulli të tilla janë shenja nga qielli, apo thjesht raste të rralla që shkenca ende nuk i shpjegon dot? Shkruani mendimin tuaj poshtë në komente, pasi i lexojmë të gjitha me vëmendje. Nëse kjo histori ju preku, mos harroni t'i bëni like videos dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Shihemi në historinë e radhës.